Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një lidhje shumë interesante dhe shpeshherë shqetësuese me stresit dhe paralizës së gjumet. Nëse ndonjëherë je zgjuar natën, ke qenë plotësisht i vetëdijshëm por nuk ke mundur të lëvizësh trupin, atëherë ke përjetuar paralizën e gjumet. Kur jemi të stresuar, trupi dhe mendja jonë nuk janë sinkron. Stresi i vazhdueshëm ndikon direkt në mënyrën si funksionon gjumi. Ai e prish ritmin natyral të gjumit, veçanërisht fazën REM, aty ku ndodhin ëndrat dhe ku trupi ynë paralizohet përkohësisht. Kur jemi të ngarkuar emocionalisht, truri mund të zgjohet më herët se trupi. Dhe këtu ndodh bllokimi. Je zgjuar, por trupi yt ende nuk ka dalë nga ajo gjendje paralize. Kjo është paraliza e gjumit. Dhe stresi është një nga shkaktarët më të zakonshëm të saj. Atëherë çfarë mund të bëjmë? E para dhe më e rëndësishmja është menaxhimi i stresit. Nuk ka një formulë magjike, por disa gjëra ndihmojnë vërtet. Mbajtja e një rutine të rregull gjumi. Kjo jep trurit stabilitet dhe siguri. Teknikat e relaksimit para gjumit, si meditimi, frymarrja e thellë apo shkrimi i mendimeve në ditar. Shmangja e ekraneve dhe informacionit stresues në mbrëmje, sepse gjithçka që sheh apo lexon ndikon në mënyrën si truri hyn në gjumë. Dhe më e rëndësishmja, trajtimi i stresit në mënyrë të thelluar. Flisni me dikë, kërkoni ndihmë profesionale nëse është e nevojshme. Paraliza e gjumit nuk është vetëm problem gjumi. Shpesh është një thirrje nga trupi yt që diçka nuk po shkon mirë emocionalisht. Por mbi të gjitha, paraliza e gjumit nuk është rrezik për jetën, por kur lidhet me stresin kronik mund të jetë një sinjal që duhet marrë seriozisht. Nëse edhe ju e keni përjetuar këtë, ndani historinë tuaj në koment. Ndoshta dikujt tjetër mund t'i ndihmoj. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.